Miq të dashur, përshëndetje. Sot në Ekspansion e kemi Arbesa Abazin, një dizajnere e njohur e cila ka sjellë një stil të ri në modën shqiptare. Arbesa, mirë se na erdhe në Ekspansion. Mirëdita Lind, faleminderit për ftesën. Bisedën tonë do e zhvillojmë sot këtu në Institutin Shqiptar të vetëm të modës, i Zecuri, në një ambient shumë të bukur dhe të këndshëm. Shpresoj që edhe biseda jonë të jetë e tillë. Shpresojmë. Arbesa, më trego sa ka modë në vendin tonë. Dëgjoj Lind, së fundmi me arritjen e profesorit Zecurit në Republikën e Maqedonisë, sidomos edhe në Kosovë e Shqipëri, moda ka filluar që të rrit nivelin e përmirësimit, mund të them, ose të bëhet më evropiane. Duke filluar nga inspirime, duke filluar nga kreacionet cilat nuk ripërsëriten, por mundohet secili dizajner të bën atë që ai din, sepse metodat e shtëpive botërore që janë niveleve më të larta fillojnë që nga inspirimi e deri te një realizim i koleksionit, kështu që unë mendoj të paktën se secili dizajner ka atë metodën, atë kreacionin e vet, idetë e veta, dhe kështu mundohet që gjithmonë të dallohet nga dizajnerët e tjerë. Çka mirët inspirimet e dizajnerët? Inspirimet janë të shumta. Gjithçka që sheh në rrethim, gjithçka që sheh në botë, nuk është i kufizuar asnjëherë në dizajn inspirimi. Për shembull, unë personalisht nëse flas herën e parë që e kam pas kreacionin e parë në ekspozitën e parë timën, në fakt të shkollës ku merrnim pjesë, inspirimin e kam pas nga arkitektura, duke u inspiruar nga ura të ndryshme, nga objekte të ndryshme, nga filharmoni të ndryshme që ishin sa më interesante, dhe aty më lindi ideja që të më vije inspirimi, të bëj prerjet e një kreacioni e kështu me radhë. Pastaj janë të ndryshme. Çdo herë për shembull nga deti kam pasur, nga peshqit, nga perlat dhe mjellmat e ohrit, nga veshjet tradicionale, sepse kemi neve një kulturë shumë të pasur me tradita, me vlera të mëdha, kështu që mjafton edhe kultura jonë edhe veshjet tona ti modernizojmë, në fakt të merremi me inspirim që të vijmë deri te modernizimi i tyre dhe do dalin perfektja. A vlerësohet moda si stili i jetës nga qytetarët? Po, unë mendoj se vlerësohet moda, tashti varet edhe kush pak do të vije për të kërkuar. Vlerësohet moda në vetë faktin se shumë tashti klientët kanë nisur të merren me atë se ta lënë në dorën tënde. Ju jeni kreatore e dizajnit, e modës, dhe çfarë ne ju ofrojmë. Ja këtu për shembull është edhe një edukimi i klientëve, të cilët bën që ti veshish ose të dizajnosh, të krijosh diçka për ta, diçka që është e veçantë, dhe e marrin guximin që ta veshin, qoftë edhe një detaj të vogël ose pak më ndryshe nga të tjerat. Këtu dhe dallon dizajni, këtu dhe vlerësohet nga klientët shumë. Është më e lehtë kur klientët e juaj e lënë punën gjithçka në dorën tuaj, apo kur japin edhe ata ndonjë ide kreative? Absolutisht është shumë më e lehtë kur pranojnë sugjerimet. Kur pranojnë idetë tona, nuk është se neve ja u prishim atyre nëse kanë diçka të veçantë. Ajo është qejfi i tyre, por neve mundohemi gjithmonë që, unë personalisht mundohem gjithmonë që klientit t'i propozoj ato që unë mendoj, dhe besoj se gjithmonë me të vërtet kanë dalur të kënaqur nga ajo që ju kam ofruar, duke marrur parasysh se sa janë, për çfarë siluete po bëhet fjalë. Për shembull, shkaku se për ta bërë një veshje perfekte ose për një klient duhet ta shohim për shembull pak se edhe si duket klienti, si është klienti. Të mundohemi tim shefim ato mos të them ato defektet tona. Dhe këtu është ajo roli kyç edhe
që të bën që të ndjetë edhe klienti më i kënaqur me veshjen e tij. Mjafton që kur të del para pasqyrësh të jetë i kënaqur, absolutisht. Arbesa, do thotë kjo që nëse e ndjek modën, duhet të krijosh një kreacion unik, apo mund të blesh diçka edhe nga këto brendet që ndoshta janë të përfaqësuara nëpër të gjitha shitoret, ku mund çdo qytetar të ketë qasje. Dëgjoj, këtu është vendimi i klientit si fillimisht, por nëse një klient ka vendosur që të shkon te një dizajnator dhe të kërkon një kreacion më unik nga të tjerët, për dallim nga vitet më parë, të themi në vitet e 80-ta ose të themi edhe në vitet e 90-ta, kur edhe kërkonin që nëse njëra ka pasur diçka të veshur, mundueshin që të gjithë ta veshin të njëjtën, ndërsa për dallim nga atëherë tani ka ndryshuar kohërat. Shkaku se çdo njëra, çdo femër, sidomos ne femrat jemi më delikate, kemi dëshirë të jemi sa më unike nga të tjerët, sa më të veçanta nga të tjerat dhe kanë guximin shumë më të madh me të themi me kohrat e kaluara, shkaku se kanë guxim të bëjnë eksperiente në kreacionet e tyre, qoftë edhe unë ato që ua sugjeroj ose fillimisht duhet të kemi të vizatuar këto siluetat, dhe nëse ndonjë detaj neve ose me prerje e egzagjerojmë ose një detaj i vogël vjen që të dallon nga të tjerët dhe kanë guximin dhe janë kërkesa të atilla, sidomos kohës së fundit, dhe që të jetë një kreacion sa më unik dhe të jetë i veçantë që ta ketë vetëm ajo, mos të jetë i përsëritur kur të dalin në vendet solemne, në atje ku do të mbahen, ku do të realizojnë edhe eventet e tyre. Duke parë këtë, do të thënë mënyrën e veshjes, në vendin tonë, edhe në rajon, juve si dizajnere, si e shihni, kush vishet më bukur, meshkujt apo gratë? Është një pyetje shumë interesante. Dgjoj, po kohës fundet nëse marrim për çifte, tashti çiftet kanë filluar që të vishen si të kombinuar, nuk e di sa ju ka hasur kjo gjë. Nëse partnerët kanë vendosur të shkojnë me një ngjyrë, me diçka të ngjashme që të jenë të kombinuar, por me të vërtetë edhe meshkujt kanë filluar që të dalin nga ajo klasika me ato kostumet me këmish, me pantallona ose diçka, kanë filluar të bëjnë edhe ato eksperimente nëpër garderobën e tyre. Flas gjithmonë për ato eventet më të rëndësishme që i kanë, se në jetën e përditshme mundohen me klasik ajo që është edhe trend me modën. Do të thënë mendoj se njëjtë. Edhe pse neve femrat gjithmonë jemi më të komplikuara, të them më të komplikuara në atë aspektin se duam përkushtim më shumë në veshjet tona, në pamjen tonë. Jemi nga natyra. Po. E nisëm këtë bisedë për të folur diçka më shumë për modën, rreth modës dhe për të shprehur identitetin tënd dhe karakteristikat e tua. Por më trego, tash të flasim diçka për punën tënde. E din se kur vendos të ndjekësh një profesion, ke shumë ëndra dhe shumë plane. Mund të bëhet karrierë në Maqedoninë e Veriut, do me thënë si dizajnere? Po, lind mund edhe pse duhet të jesh shumë këmbgulse si fillimisht, flas për veten, nuk duhesh të japish dorë nga ajo që ti ke ëndërron dhe që ti mendon se duhet të arrish. Nëse ke një qëllim edhe mund të arrish, qoftë edhe në Maqedoninë e Veriut, por me shumë mund dhe me shumë punë, me shumë sakrificë. Duke filluar nga ajo se edhe pse kam pasur edhe një punë tjetër, këtë kam marrë si një profesion të dytë nga jeta ime, shkaku se ishte një pasioni imi, një dëshirë imja që të kem një diçka që mua më përfaqëson, që unë do të jem e përfaqësuar me këtë. Kam filluar që nga fillimi, duke i radhitur gjërat, duke filluar që nga shkollimi, duke filluar që nga ardhja këtu pas asaj që kisha mbaruar më herët,
dhe fillova të rendis gjërat një nga një dhe ishte sfiduese, por arrihet. Me plot kuptimin e fjalës arrihet edhe në Maqedoninë e Veriut. Apo ju dalin pritshmëritë që i keni pritur si studente? Se kur je studente je më entuziazmen dhe dëshiron shumë e më shumë. Tu kanë realizu të gjitha dëshirat edhe ëndrat që i ke pasur atë? Lind, ëndrat janë të shumta, ëndrat janë të s'kan kufi ato. Çdo herë kur arrin një sukses, mendon edhe për 3 sukseset e radhës që do të vinë, të paktën unë mendoj ashtu. Kështu që unë më janë realizuar shumica e pritshmërive nga ajo që kam punuar fort, falë Zotit gjithmonë them, me ndihmën e tij, që kam qenë këtu edhe profesor Izet Surrin, që e kemi pasur një profesor me vlera botërore, mund të them, një ndër kreatorët më të mirë të Parisit. Kemi pasur fatin të jemi studentët e tij, që ai të na mëson të bëhemi dizajner me kreator të nivelit të lartë të modës, duke përdorur metoda prerje që nga kukullat këto që i shihni pas nesh, dhe të punojnë pikërisht se si punojnë shtëpitë e mëdha botërore. Kjo është një fat i madh, gjithmonë jam falënderuese ndaj profesorit Izet Surrit, i cili na ka përkrahur gjithmonë, edhe atëherë kur ka qenë ndoshta i sëmur, ai ka ardhur këtu për të na dhënë atë që kishte dëshira ai që neve të arrijmë. Gjithmonë e falenderoj atë dhe mendoj se do të arrijmë një sukses edhe më të lartë. Patjetër që po. A ka paragjykime në shoqërinë tonë për modën, për dizajnet, për kreacionet që juve i krijoni? Mund të ketë ashtu lloj paragjykimesh, por kryesisht, siç thash edhe më herët, klientët tani më veç kërkojnë diçka më të veçantë. Dhe kur ti kërkon diçka më të veçantë, normal se do ta kesh edhe prerjen më të veçantë, detajin më të veçantë, se si do të rrinë materialin se cilin ti e ke zgjedh ose diçka. Kështu që unë mendoj se janë thyer ato barjera në Maqedoninë, në shoqërinë tonë, do të kisha thënë, Por sa mentaliteti jonë krijon kufizime në këto kreacione? Ka dikun kufizime që ndoshta nuk duhet shfaqet, ose t'jetë shumë atraktive ose ekstravagante? Tashti mvaret se Për kë e krijon? Mvaret pak nga klientët se çfarë neve na kërkojnë, dhe mundohemi neve ta ofrojmë që fillimisht një kreator duhet të jetë pak a shumë edhe një psikolog. Duhet ta lexon botë kuptimin e klientit të tij, që të jetë i kënaqur edhe klienti edhe ne si kreator. Se kur është klienti i kënaqur, ne jemi edhe shumë të kënaqur. Kështu që nëse ti arrin ta kuptosh botë kuptimin e një klienti, se çfarë në realitet ata po kërkojnë, është shumë e lehtë për ta realizuar kreacionin për personin që bëhet fjalë. Pa marrë parasysh, do të kisha thënë, me një dekolte pak më të hapur ose më të mbyllur, nuk ka të bëjë rëndësia. Jo, mund të jetë komplet shumë i mbyllur, por të ketë një detaj të veçantë i cili e bën të jetë një kreacion superior. Kështu që, siç thash, kreatori duhet të jetë edhe një paralel, edhe një psikolog ta lexon atë që kërkon klienti, dhe normal që arrihet suksesi. Cilat janë teknikat dhe materialet që ti i përdor në kreacionet tua? Teknikat janë të nivelit më të lartë botëror, mund të themi, sepse ashtu jemi edhe të edukuar, të mësuar nga profesori Izet Surri. Neve punojmë me kualitete të larta, ashtu siç punojnë edhe shtëpitë e mëdha botërore, qoftë ato në Paris, në Londër apo edhe Stamboll tani, se është bërë një metropol i lartë në fushën e modës. Kështu që teknikat që neve përdorin jam të ndryshme lind. Nga vetë fakti që neve inspirohemi, fillimisht duhet të bëjmë një mood board, të cilin neve do të kemi inspirimin, dhe më pas nga aty nxjerrim silueta të ndryshme,
të cilat nga të cilat silueta më pas filloj me vizatime teknike, ku aty definojmë neve në fakt se si duhet të jenë prerjet. Faktikisht dizajneri është me një fjalë edhe një arhitekt, sepse ai në vizatimin teknik vendoset prerja, vendoset detaj, vendoset se ku do të vije një zip ose një lule ose një diçka detaj i ndryshëm. Çfarë materiale përdor Arbesa ti për kreacionet tuaja? Materialet të cilat kam përdorur janë të shumta, por do të veçoja dandel, tafta, kadife, mëndafsh, me këto lloje materiale më shumë jam fokusuar. Edhe pse taftën e kam si më prioritare, është një material i cili shantun, domethënë, është një material i cili ka një vlerë për mua. Si ndjehesh kur ishe klientët ose gratë që veshin kreacionet e tua? Çfarë emocione ke atë? Është një emocion i veçantë, normal që ndjehem shumë mirë, ndjehem edhe shumë më mirë kur ato vetë janë të kënaqura, ose për shembull kanë qenë në një event të tyren dhe më pas më janë referuar se kanë qenë të komplimentuara edhe nga tjerat gra të eventit. Ajo është një kënaqësi e veçantë, më bën të ndjem edhe e veçantë në punën që bëj. Koleksioni juaj, perlat dhe mjellmat e Ohrit, ka një mesazh shumë të bukur. Nga e ke marrë inspirimin dhe si të ka lindur ideja për këtë kreacion? Dhe sa kohë të ka marrë? Mund të na flasësh pak për këtë pjesë? Ekspozita e fundit ishte inspirim nga mjellmat e perlat e Ohrit, pikërisht nga ato, nga që unë jam edhe adhuruese e perlave. Ato janë shumë të veçanta, mund në përditshmëri me detaje të vogla ose në evente të ndryshme nuk është e kufizuar ku mund të përdoren. Kam vendosur që ato ti përdor edhe gjatë realizimit të koleksionit tim, të cilin e kam realizuar vitin e kaluar në Teatrin Maqedonas, dhe inspirimi, ashtu siç thash, ishte nga perlat e mjellmat e Ohrit. Kam përdorur prerje të ndryshme, duke filluar edhe me drape, sako të ndryshme me prerje të ndryshme e kështu me radhë. Cilat ngjyra kanë dominuar në koleksionin? Për realizimin e këtij projekti kam përdorur ngjyra të hapura, me vetë faktin që bëhet fjalë për mjellmat e perlat e Ohrit. Kam përdorur ngjyra të hapura, të cilat më shumë përfaqësojnë ngjyrën roz, ngjyrën e bardhë, dhe kështu me radhë. Normal duke thyer atë, duke thyer pak ngjyrat, edhe me ngjyra tjera kam përdorur ngjyrë hire, kështu me radhë. Si është pritur nga të tjerët ky kreacion? Po, realizimi i kësaj ekspozite është pritur shumë mirë nga klientët, sepse në fakt edhe ndokush që nuk ka pasur mundësinë që të shohë në fakt se çfarë unë ofroj për klientët e mirë, më saktë çfarë stili kam dhe çfarë realizoj, është pritur shumë mirë dhe kam qenë normal, është një kënaqësi e veçantë. Të flasim pak për planet në të ardhmen. Çfarë presim nga Arbesa dhe çfarë do të përgatitësh për klientët e tu? Ke diçka? Normal. Kam ëndrat të plota, po. Realizimet të koleksioneve të ndryshme, normal se të kemi punë sa më shumë, sepse edhe nga ajo mvaremi. Të kem një ateljeri ashtu me vlera botërore të niveleve të larta, sepse edhe ashtu, siç thash, jemi të shkolluar, më saktë. Dhe pritjet janë të shumta, besoj se me ndihmën e Zotit do t'i bëjmë gjitha. Shpresoj të realizojsh të gjitha. Si e shihni juve të ardhmen e modës këtu në vendin tonë, edhe në Maqedoninë përgjithësi?
E ardhmja e modës këtu dita ditës ndryshon nga vetë fakti se kreatorët kanë arritur të ndryshojnë mendime, kështu që duke parë normal edhe rrjetet sociale kanë bërë atë të vetën që klientët shohin se çka ka bota dhe çka duan ato në fakt të kenë. Kështu që edhe në Maqedoninë e Veriut mund të them se nuk, ose në vendin tonë rajon, mund të them se nuk dallohet dot nga veshjet e vendeve më të zhvilluara që janë nga ne. Tani e kam një pjesë të intervistës ku realizojmë së bashku pyetjet Blitz, ndërsa juve mysafirët i keni përgjigjet Blitz. Më tregon si reagon kur që persona me kombinim të shëmtuar? Në ditën e sotme është shumë normale ajo. Nuk ka kombinim të shëmtuar sepse secili vendos se çfarë të vesh dhe nuk është thash si më herët që jashtë shif si është veshur, nuk reagoj as. Nuk reagon. Cilit dizajner ose dizajnera ja kishe besuar veshjen tënde? Më shumë do të kisha thënë shtëpisë modës, ajo është Azedin Alaja ose Chanel. Më mirë të dizajnosh një fustan për grua apo një kostum për burra? Për burra është më e lehtë edhe pse është e komplikuar edhe një kostum për burra ta bësh, por sidoqoftë për gra. Më lehtë? Apo më rënd? Më rënd. Ngjyra që e preferon dhe ngjyra që nuk e preferon dhe asnjëherë nuk do të kishe përdorur në krijimet e tua. Ngjyrën që preferoj unë janë ngjyrat e bardhë dhe kuqe dhe e zezë. Këto janë ngjyra standarde cilat mund të përdorish në çfarëdo eventi ose në qoftë zyrtar ose evente më të ndryshme, ndërsa që nuk e përdor, jo, nuk kam ndonjë ngjyrë përpos ngjyrës kafe, ashtu nuk e kam për qejfi. Për cilin person të famshëm do të punoje me shumë kënaqësi dhe cilin person nuk të famshëm, domethënë nuk do e merrje asnjëherë në dorë? Për personin e famshëm që do të punoje, do të ishte kënaqësi të punoje për Dua Lipën, Rita Ora, Rihanna, Beyoncé, kështu me radhë, ndërsa që nuk do të punoja as pak, me të vërtet nuk kam ndonjë person të veçantë, ashtu që nuk do të punoja për ndonjë artist, sepse artistët në botën e vet janë gjithë të butë, janë gjithë të mirë, kështu që nuk kam me të vërtet. Nuk kam. Shkupi, Parisi apo Milano? Nëse arrim ajo që është Milano e Paris, është edhe në Shkup. Çka do të kishit ndryshuar në këtë moment në shoqërinë tonë? Në këtë moment në shoqërinë tonë do të isha munduar me shpirt që të ngritet niveli i kulturës, sa më shumë arsimimi, edukimi. Këto janë 3 gjërat bazë për të qenë një shoqëri e zhvilluar, e civilizuar, e kulturuar. Mesazhi yt për gjithë ato të reja dhe të rinj që duan të ndjekin modën. Mos dorëzohen, të besojnë në veten e vet, të besojnë në Zot dhe të punojnë pafund. Kur punon nuk ka se si mos të vijë edhe kostoja e asaj që ke harxuar energji. Arbesa, faleminderit që ishe këtu në Ekspansion dhe ndave historitë e tua frymëzuese dhe na tregove shumë çka për modën. Të uroj shumë suksese të mëtutjeshme dhe shpresoj që në të ardhmen të na sjellësh shumë gjëra të bukura dhe të mira rreth modës. Faleminderit Lind, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve të dashur miq që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëqjet.